Përkthyem për pjesën e dytë të emisionit, ashtu si që lajmërova dhe më parë, bët fjalë për Partinë Demokratike. Bët fjalë për Partinë Demokratike sepse është e kohë të diskutojmë për majorancën, e cila fitoi zgjedhjet, dikush thotë vodhi 2 deputet, vodhi 1000 vota, nuk vodhi asnjë vot, ku di unë. Pra, se thuaç, ka probleme tjera majorancë, ka probleme për krimin e qeverisë, vizionin e vet, pra, se thuaç, nuk është kjo pjesë analizës për momentin. Sepse, lexova dhe pash me vëmendje një arsyetim të mikut e emisionit tonë, deputeti Dash Sula, i cili po thoshte që tre grupime sekrete ose 3 grupime bëjnë gati të rrëmbejnë ose të luftojnë për kryesinë e Partisë Demokratike. Pra është hapur loja në shtator, pra nuk do alën as tetor që ka datindën doktori, se është peshorja doktori, por fillon që në shtator kërkesa e llogarisë, ore, u humbën apo s'u humbën këto zgjedhje? Apo u humbën si gjithmonë, apo nëse humbën, kush jetë dorëheqjen dhe kush lufton për të përmirësuar situatën, për të shndruar Partinë Demokratike në një parti fituese. Për të folur për këtë kam Aurelion Kalan, me mbrëma Kalaja, ish kandidat. Tani mund themi ish kandidat. Akoma jo, sepse pres rinumërimin e Durrësit. Pret rinumërimin e Durrësit. Okej. Pra, kandidat potencial. Aurelion Kalaja i Partisë Demokratike. Shemsi Prençi dhe Shemsiu kandidat, por që vjen nga e djathta, vjen nga origjinë e qartë e Partisë Demokratike. Bjen brava dhe. Pa po i konsideroj si 2 kolonat politike. E sona ekonomike zëtare politike, bjen brava. Erita Bozheku që ishte vazhdon tjetë avokate e jonë në emisionit tonë, dhe Anduen Adhabani gazetare. Bjen brava Andu. Bjen brava shë. Tani, ta filloj me që është një qikë më konspirative kjo, ta filloj një me zotin Prençi. Prençi, të rezulton që ka një sulm të strukturuar për të marrë kryesinë e Partisë Demokratike, apo janë fjalë dhe janë teori konspirative? Duke ju referuar një intervistë që ka dhënë zonja Majlinda Bregu për Partinë Demokratike, tha me keqardhje, por nga Partia Demokratike janë larguar një grup kontributorësh, politikan me eksperiencë nga Partia Demokratike, me qëllimet caktuara. Duke ju referuar kësaj thënie dhe duke u futur në analizën rreth deklaratës deputetit Sula që thotë ka 3 grupe që po përgatiten për të hyrë në ring në shtator të vitit 2025, çuditëm me veten, por ju them edhe popullit opozitar shqiptar që deri kur do të vazhdojmë të çuditemi. Partia Demokratike ka nevojë për një kuvend kombëtar të pajtimit dhe nuk ka nevojë më për fraksione. Rikthimi i fuqishëm i Berishës në Thonjza, që ishte trumpetuar me të madhe me sloganin me të cilin erdhi në krye të Partisë Demokratike, rezultoi që ishte një rikthim për të mbrojtur kokën e tij dhe të familjes, por jo për të forcuar pozitat e Partisë Demokratike, sepse diferenca prej 300.000 votash nga rezultati i vitit 2021 në 2025, pra minus 300.000 vota, tregon që nuk mund të ketë më rikthim të suksesshëm të një leadershipi që ka humbur të drejtën për t'i dhënë moral Partisë Demokratike, pasi ai vetë e keq përdori Partinë Demokratike për interesat personale dhe të familjes. Unë këtë nuk e kam thënë sot, do të vazhdoj ta them, sepse nuk ka kohë më të bëhet eksperimente në kurrizë të popullit opozitar për të pritur ose për të parë perspektiven e Partisë Demokratike dhe të popullit opozitar tek leadershipi Sali Berisha. Unë them se faza dhe cikli politik i Sali Berishës ka përfunduar, ndoshta nesër mund të... Kështu mendon ti, po doktori thotë jo. Ka mision. Them mund tash, mendimi im. Po, kush vendos? Shiko, unë këtu jap mendimin tim dhe ja kam thënë edhe Sali Berishës ball për ball, kur kom patur kohë para 2 vitesh me u takuar me ta, dhe i kam treguar që rezultatet
për pushtetin vendor do jenë drastike për shkak të procedurës gabuar të zgjedhur. Pra, nëse nuk ke një kuvend të pajtimit, nuk mund të ketë sukses. Dhe fakti që ju sapo lançuat thënien e deputetit Sula që ka 3 grupime të cilët pritet të ndeshen, atëherë Partia Demokratike kjo që ka ngelur, jo të ndeshen, po të konkurrojnë. Të konkurrojnë. Pra do thotë ta ndajmë edhe një herë këtë pjesën e mbetur Partisë Demokratike në 3. Kush kapi kjo? Pikërisht pra, dhe unë këtë po them, nëse mendohet për të patur një parti demokratike të unifikuar dhe pastaj për të morë kreun, duhet bërë një kuvend kombëtar. Flasim emra, thotë Siona, flasim emra. Gazetarën ekonomi thotë flasim emra. Po me emra, Berisha duhet jetë iniciatori. Iku, Berisha në thonë gjithë tani. Jo, duhet ai sot për ta lënë Partinë Demokratike të shëndosh, ose për ta kuruar sadopak, duhet të bëj përpjekjet për të thirrur një kuvend të pajtimit të së djathës shqiptare. E bëri. Ku? Atë që bëri stadium. Po mori, për shkak Gazbardhin e mori, Yreta Bakun e mori. Mori gjithë veta. Po ju sapo thatë që nuk i ka marrë, sepse do ndeshen shtator. Thashun që apse këta janë. Po pikërisht. Si kam thënë akoma. Po nën kuptohet se çfarë the. Pra çka do të thotë që fakti që deputeti Sula ka deklaruar publikisht që ekzistojnë 3 grupime brenda Partisë Demokratike, të cilët do të futen në garë për të marrë kreun e Partisë Demokratike dhe pjesa tjetër, 2 grupe tjera do të quhen grupe armiqësore. Kjo nuk është shëndoshje e Partisë Demokratike dhe nuk është perspektivë. Shumë e qartë. Shiko, zoti Shej, vetëm do i referohemi një thënie. Para disa vitesh, më mirë themi kur plasën skandalet e pushtetit, këto implikimet me tendrat, koncesionet, me lidhjet me grupet e strukturuar kriminale të zyrtarëve të lartë qeverisë, dëgjonim rëndom çdo ditë thënien që Rama ra. Ashtu si që regjimi i Kamenejt... Se kuptohet që i hapte vetë Rama këta? Jo, si hapte Rama. E hapte Rama? Jo, i thotë vetë opozita, Rama ra, po ka zënë opozitën poshtë, se Rama është i gjatë. Edhe duke zënë opozitën për poshtë, nuk e linë të ngrihet. Është i lloj si regjimi i sapo diskutohet i Kamenejt në Iran, që sado që të bjerë... Nuk ka marrë madhe shumë përsëria e më fuqishme. Faleminderit. Sona, emrat që po thoje? E para nuk besoj që ka në një grup sekret, aq më pak të jetë sekret për Sali Berishën. Nuk ka sekret në PD që Berisha nuk e di. Sekret për popullin, për popull. Sa po me emisionin për doktorin. Le t'i ofrojmë publikut disa emra. Nuk kam asnjë referencë që të ketë njerëz që duan të vrasin Sali Berishën. Po ka njerëz ambicioz që duan të jenë gati, të jenë sa më afër tij nëse Zoti punon për ta. Zoti mund punoj në formë drastike, Zoti mund punoj për ndriçuar Sali Berishën, do thotë erdhi koha që unë të iki. Pra rina për ti, sepse ai do të japi bekimin. Si rina, patjetër. Kush lufton, të gjithë luftojnë për bekimin e doktorit. Patjetër. Dy janë mënyrat. Tufin dorën, nuk e ka fshën dorën, këtë do të thuash. Nuk ka armiqësor ndaj Berisha, ka njerëz që janë aty për treguar devotshmërinë maksimale që Berisha ti përzgjedh. Kaq është e gjitha. Ata mund të hanë njëri tjetrin nëse Berisha i larg qoftë në ronjet. Po sa ishte gjallë, atëherë aty presin bekimin e tij. Dy janë mënyrat. Teoloni që është ende në PD aktive di shumë mirë që mënyra e parë është kush është nënkryetari i partisë, kush është sekretari i përgjithshëm, kush është kryetari i komitetit drejtues të partisë. Ne do të shohim ndoshta pak më vonë në tetor do të shohim ndryshime në PD, do të bëjnë ndryshime, por do të marrim shpejt në shtator, do të thotë Sula ka drejt kur thotë që në shtator bëhet gati, sepse ka një luftë në PD për të prerë kokën e Gazmendbardhit. Ka disa njerëz që nuk duan që ai të jetë kryetari i grupit parlamentar shtator, është një gjë që Berisha tregon shpejt që preferon. Ka një grup tjetër që nuk duan të shikojnë Oyert Bylukbashin në disa poste, ka një grup tjetër që duan të shikojnë një kryetar kuvendi që është i PD-s. Janë 3 komisionet në parlament që drejtohen nga PD-ja. Kë do të zgjedh Berisha për të vënë aty tregon shumë se kë preferon ai, ka isha ai më besnik. Kështu që zoti Sula me siguri ju drejtohet këtyre elementeve për të parë nëse Belind Kolliçi bëhet kryetar grupi parlamentar apo Luciano Boçi bëhet kryetar grupi parlamentar. Kur flas për këtë ambicie, tregoj edhe njëkohësisht dëshirën e tyre për të eliminuar Gazmendbardhin. Ka një grup që nuk fshihet fare në PD, që nuk dëshiron të shoh progres ndonjë Stabaku, dhe dëshirojnë ta masakrojnë në gjitha format. Pra kjo është lufta për cilën zoti Sula flet në shtator. Lufta për të kapur postet në parlament që janë të besuarit e Berishës për në ta. Është luftë reale, unë e mora dashin si ekstrakt me që e jep shumë mirë për të.
Pra është reale, nuk është analizë pa është bazë. betej për poste së pari në parlament, që tregoj këtë gjithë Berisha. Në diktatin e doktorit. Në asnjë rast nuk ekziston sot një grup i cili është i gatshëm ta vras Berishën. Çohet në forumet thotë. A më të fjalë ta vrasim Berishën, se gjënavo burtanesë. Ne flasim për politike. Kupton që je politikisht dialektikisht, po. Dhe audienca e kupton që po flasim për vrasin e babait politikisht, atë vrasin e nevojë ta vrasin se ka vrarë veten. Kush vret veten? Ideja është që vazhdon të jetë njeriu shumë i pushtetshëm në Shqipëri se kontrollon opozitën, pastaj është pushtet shumë i madh opozita. Të jesh për të mundur ato të vegjëlit, po, për të përballur me pushtetin. Zoti Kalaja, grupime sekrete, grupime reale, fake news, kush da kërse pëdën, a ka statut kjo Partia Demokratike, është fars, janë zgjedhje, janë zhdën, kush do të japi, kush janë institucionet që japin përgjigje. Doktori ka thënë që nuk janë zgjedhje, se janë fars. Dhe unë, me që se kam humbur farsën dhe o zgjedhjet, nuk jap dorëheqje. Kjo është e qartë. Pra, ka të tjere që të vendë si në vërdalë, për shumë e Siona thotë që kush i pull dorën më ëmbël doktori dhe i mbush më në të shef në sy, doktori dhe mjekë, deri mjekë, espa. Pra, do më thënë, është doktori Mallkusi ose Bekusi, ai që t'je puratën. Një si Rama. Ty përsonë, je në uratën e doktorit dhe po? Je. Së shpërqesh. Serios e situatë? Po e qove këshu në misticizm dhe një, kur të teologji. E ke parti Erdoganin se e puthin dorë? Ju së është pesoj shembul për me unë djekë Erdogan. Paktën të shijet e mija nuk është. Baba. është autoritar, me gjithë se mu më kanë akuzu si filo turk, se mbaja të bej, do më thënë të ty. Shiko. Edhe Skënderbeu e mbana të bejnë, për s'ka qenë filo turk. Luftoj 25 vjetë. Lejë tani, këta i bërë kastem në malëngjeve tani. Shiko, me të thonë drejten, unë jam një... Ja, po si e ke hirjet e doktorit? Do doktore apo? Nuk besoj që kam hyrë në këtë lloj formën politik, që jam do doktori apo jo. Unë jam një njeri luftar që kam luftu për kauzat e mia gjithmonë, edhe prandaj jam politik. Për Ramës. Po përzimin e Ramës, apo për lartësimin e doktorit, janë dy gjëra ndryshme. Po unë jam kundër idhujtarisë, me të thënë drejtën. Idhullim është vetëm Zoti, pastaj pjesa tjera të njerëzit e vdekshëm janë njerëz normal, si gjithë tjerët. Tani, ç'a ndodh? Unë jam në një proces, me të thënë vërtetën, edhe presit hapin ato kutitë e Durrësit, dhe pa diskutim që duhet respektojmë çdo lloj vote të qytetarëve. E kam tregu me video se si është manipulu vota dhe e ka pranuar. Jo, po shumë e rëndësishme ky moment i zhej, sepse ne po mundohen të na quajnë hajdut. E ke vënë re, besoj nga Kasi, çka ka ndodhur me neve? Pra ne që kemi kërkuar numërim dhe ju prishëm pushimet Kasit, se po i ngjejmë nëpër korridoret e KQZ-s që i ka ik vera nga ne, që i kërkuam rinumërim, tani po na nxjerrin në vlerësimin e votave, votat pa vlefshme dhe në publik thuhet që ne jemi hajdut votash. Kjo i ndodhi Ilir Ali Mehmetit. Me gjithë respektin dhe unë respektin e tregoj duke u ftuar në studio se kështu të gjithë thonë atë çuna jepin janë këtij, po jap kontime aq sa kam televizive. Me thon drejtën, kjo betejë për ato vota është shumë e fisme, e bën zgjedhjet, okej, por ama kjo dhe një alibi tjetër, që alibi politike, që këto zgjedhjet që kanë të rregullta dhe pislikun e keni bën me njëri tjetrin, e kupton? Pra, kjo është ideja, do më thënë, duke na fut dhe ne në këtë qerfull që ne po legjitimojmë procesin, ndërkohë ne po kërkojmë votat tona, më burr. Ne po kërkojmë manipulimin e votave që e kemi pa me kamera. Ne pam që votat e tua ishin diku tjetër, votat i tjetër ishin këty, ose ai, kupton? Jo, ati tjetrit të unë s'kam asnjë lloj vote të tillë. Prandaj kam kërkuar numërim. Jam kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar numërim. Unë s'jam adoleshent që t'i kërkoj Kasit numëroj vota ndërkohë që kam vjedh vota. Unë as kam vjedh vota, as kam ble vota. Tani, ajo detyra ime morale tani është që të bëj transparencë. Se kur më kanë dhënë votën qytetarët, më kanë bëj pyetje, na e mbrot dot apo jo? Unë i kam thonë po dhe po i shkoj postë ime deri në fund. Tani, për sa i përket Kasit, unë sigurisht që do bëj kallëzim ndaj tyre. Një sekond, ka ardhur mikrofoni një të ftuari? Ta rrullojmë pak Shemsiut, po. Shemsi një sekundë, së është e vështirë. Hajde, hyrë, më dhëmë rrullë. Kush djali mikrofonave, të vëmë pak, se jemi live. Oke, më falë. Tani kjo beteja e Partisë Demokratike që thonë këto vazhdojnë shtatorë, unë jam kundër këtyre, do më thënë, do ketë arrestimin shtatorë, se nuk jemi në kohën e shirjes Misrit.
gjithmonë vjeshta, shtatori, tetori, jo më sinqerisht domethënë, është banale kjo që na ofrohet. E sona për një analizë shumë racionale. Jo, e kuptojnë. Do të caktohen kryetarët e grupeve parlamentare. Thuhet rëndom pra se ky shtatori është shumë më i bekum, është më i non domethënë i shtatzanisë, kuptimin e kësaj, po që është më i bekum politikisht, drejtësi. Ka ulaj është emision tjetër ky muaj 9 i shtatzanisë tani lej. Jo, për kështu është më zgjeja. Nuk fillon shtatzania në janar, jo të gjithë fillojnë në janar këtë punë. Jo, po them muaj 9, është muaj 9. Muaj 9 edhe gjithmonë domethënë shkohet aty. Edhe drejtësia thotë shkohet aty. Tani te grupet e Partisë Demokratike unë mendoj këtë gjë. Secili duhet marrë përgjegjësi për kutinë e vet. Në rastin Partisë Demokratike nuk do ketë përgjegjësi për kutinë e vet, çdo drejtues politik nga A-ja deri te Z-ja duhet shikojë se si ka dalë te kutia vet. Në rast se është humb, sigurisht duhet tërhiqet edhe të jap dorëheqjen. Ky është mendimi. Okej. Do thonë ke filluar të bësh shumë politikan, Aulon. Politik bëj, po politikan në kuptimin politikan të fjalës mos u bëj. Se s'më dhe asnjë përgjigje konkrete për grupimet, asnjë gjë. Unë thash që duhet ikin ata që kanë humbur kutinë e vet. Kush ka dalë mirë duhet të ketë ambicie për të kërkuar postën PD. Kush nuk ka dalë mirë duhet mos aspirojë as kryesinë aq më tepër gjëra më të mëdha. Kjo është logjika. Ta ka thonë tjetër kush ka zhejti. Zhejt dhe zakonisht ata që marrin më dalin më dobël, zonën e vet që kanë përgjegjësi kërkojnë më shumë postë. Ngrihen postë, kaq. Edhe ngrihen. Për shembull, kryetari komitet drejtues të PD-s. Jo, paska personale zhej me Musa. Edi Paloku se kampanje ditë të fushat. Edhe këto po e pranojnë që duhet të ikë Berisha. Orë me Berisha është diskutim vjetër, po përflasit të tjerë Tani Aulori s'u thot tha se janë në proces të umurimi. Po jo, më duhet thënë, po ka kohë ta themi gjithë vëlla. Ka kohë ta themi sepse po shemsi, ne po themi që janë ca njerëz aty që janë botë shqipan i Partisë Demokratike, kalojnë nga humje në humje dhe kërkojnë spaleta. Tani a ka ardhur momenti që t'i hapim mirë kutit me pas se si ka dalë lagjetate më. Se këtu nuk ze vend ajo shpreha asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Ai ishte Jezu Krishti, është tjetër gjë ajo. Këtu jemi në politik. Politika matet me numra. Ne duhet të themi sa vota ke kutia jote. E fiton dot lagjen apo jo? Aulon, ti ke shumë të drejtë në aspektin moral, por në aspektin politik, jo, kjo është morali edhe politika kjo është. Morali, politika s'ka moral, po. Po të paktën duhet të ketë lloj serioziteti. Serioziteti është tjetër, por për seriozitet do të thotë mash përgjegjësi. Dhe jo jam dakord me këtë që thua ti, por ama për të shtuar diçka tjetër, të gjithë ata individë të cilët po kërkojnë spaletat, dhe se na besoj se këtu mund të vish me emra konkret në ndihmë, janë ata individë të cilët Berisha i siguroi në listat blinduara dhe figurën tënde apo dhe të personazheve të tjerë pozitiv që do të ishin një risi për PD-n, i çoi në listat e hapura me një risk. Dhe si që doli... Dakor, pra po, do bëhet analiza. E po, analiza do bëhet, po jo për ju, se ju jeni... E po jo, ju jeni drapri... Jo, edhe për mu do të bëhet analiza dhe për çdo njëri tjetër. Jo, pra. Ju jeni të shtrëmbrit e për studion televizive... Sa ulon tjetër nga primare, që performanca nuk është një rëndësi tjetër. Këtu po flasë. Jo, është një provë rëndësishme që performanca për Berishën nuk funksionon. Në primare shkëlqyet në primare ishin listë mbyllur, ishin listë hapur, ata që nuk ishin fare në primare. Rregull, pra. Tani ka ardhur momenti me pas Shqipi do t'japë shembullin personal në bazë të Nenit Basha, duke u larguar kreu që ka morë rezultatin më të dobët në historitë Partisë Demokratike, duhet vazhdojnë të largohen të gjithë ata dhe të vinë të rritë. Po, i pari që... Kjo është ide romantike, më Shemsi, unë jam dakord që kjo është romantike, ne po themi çfarë po ndodh. Hipokrizia e PD-s, më falë se duhet ta them këtë, se se mbaj dot. Zoti Bardhi, para 2 ditësh, në një hipokrizi totale, se unë atë 8 janarin nuk kam për ta harruar sa të kem jetën, që ishte një nga iftarët i vuri gjoksin Bashës se ç'a ishin, që e tradhtojnë në mënyrën më mundshme, më makabre. Edhe Gjemarka që tha po kthy Berisha. Pra vëdhe po them, se nuk kam për ta harruar atë dhe janë nga deklaratat bombastike, ishte ai që para 2 ditësh tha, ç'është kjo tha, Basha absolutisht jo, nuk ka se ta aplikohet, nuk duhet ta aplikohet, nuk është shembull pozitiv dhe u bë nga një individ i dështuar. Kategoria e servilave që siguruan vendin me këtë sjellje, siguruan vendin listat e mbyllura. Dhe ndaj është ky rezultat. Prandaj jemi ka ajo që prap zoti Berisha ka pushtet absolut se sa të ketë servila të këtij niveli do të thotë që PD-ja do të jetë në opozit dhe do të jetë një katastrofë për vendin. Vendi ka nevojë për opozit, duam apo nuk duam ne, për pasur një demokraci funksionale, ta quajmë kështu. Anduena, ka grupime që duan të rrëmbejnë kreun e Partisë Demokratike? Ka situata? Aty që njerëzit nuk kanë arritur akoma të kuptojnë është se kush janë këto grupime, ose kush janë aktorët kryesorë. Pari është Berisha, i cili edhe pse është në ngrata, edhe pse ka është një proces gjyqësor tashmë, kërkon me do e mos që të mbaj kontrollin e Partisë Demokratike, ka bazat forta brenda Partisë Demokratike, sidomos në strukturat e vjetra,
E sheh humbjen e Partisë Demokratike si mungesë të figurës së tij, ndaj edhe mendon se mbajtja e leadershipit do ta ruaj PD-n me shpresën se në zgjedhjet e ardhshme do të jetë sërish forcë e parë ose forcë e dytë. Kemi fraksionet anti-Berisha, për cilat sigurisht që është folur aq më tepër në një periudhë ku PD-ja humbi thellë me rezultate, apo kur flitet edhe për riformatim të Partisë Demokratike. Ende askënd në PD, as nga anëtarësia më e thjeshtë dalet thotë janë ish zyrtar. Janë deputet dhe figura të reja, po dhe të vjetra. Unë bi dakord me ty që në nëzë këdo që të pyesësh për fshik gazin edhe jorit dhe gjithë kënd tjetër, do thonë që Berisha duhet iki. Po t'i pyesësh pa kamera ose të fletët në gjithë. Në publiku nuk kam dëgjuar, jo ta figurët e larta, po as një antar të thjesht PD-s dalet thotë, ik Berish ti nuk u vo dhe ti humbe. Ercion, unë nuk po bëj, okej, sigurisht se ti afër tyre dhe i dëgjon ata se çfarë thon për te kamerave dhe për te gjërave, po çfarë luhet nën tavolinë, unë këtë po kërkoj të shpreh. Çfarë ndodh tjetër? Mendoj se këta pjesëtar, këta ish zyrtar, këta ish njerëz të rinj dhe të vjetër, figura të rinj dhe të vjetër që kanë qenë brenda Partisë Demokratike dhe në krah të Berishës, mendojnë se nuk mund të rikuperohet më dhe nuk mund të vinë në pushtet me Berishën në krye. Apo jo? Tu besoj se e dakord. Gjithë mendojnë kështu, çështja është, a merr në një aksion për ta larguar Berishën? Po kërkojnë të bëjnë, të krijojnë blloqe influence. Duke patur parasysh edhe me lobingje që vinë përtej nga perëndimi, nga Amerika etj. Amerika e provoi me Berishën me armë më të fortë provokative on, me ca pyetje provokative? Po po. Okej. Po desha të thë diçka, pastaj se e kam si. Kemi dhe grupet pragmatike, se këtu dua të dal. Janë ata personazhe që nuk janë as pro, as kundër Berishës, po që në fund të ditës kërkojnë që Berisha të largohet, po pa sjell një rezultat shkatrimtar për Partinë Demokratike. Dhe në dijenin time... Të hyrë kam edhe unë të këto grupet. Edhe unë nuk e dua. Janë diversant të fshehtë. Unë mendoj që po largua doktori, është njësë si bie ka i kunjë i fundit, po dhe shëmbet. Bët një parti e re, po pa doktorin s'ka më po dhe. Po një parti tjetër. Në informacionet e mia, non grata e Berishës bie në shtator, Berisha largohet dhe jep dorëheqjen me nder nga Partia Demokratike. Edi Rama është duke punuar... Si vendimi Trumpit i shekot, domethënë, që mbati në fuqi? Nuk dua të interpretoj çfarë vendimesh ka bërë administrata Trump, po nga informacionet... Është administratë tjetër kjo? Jo, sigurisht që Trump është presidenti. Por janë partnerët që operojnë dhe flasin edhe me grupime politike dhe me atë se çfarë do të ndodhi në Shqipëri, me qeverisjen, me krejun e Partisë Demokratike etj. Sa akoma e kanë Berishën në vëmendje këta ndërkombëtarë? Ta bëjë ato pyetje provokative për gjithë tani. Po, ta mbaroj edhe një fjali. Po patjetër. Që kryeministri aktual është duke punuar që edhe Grida Duma mund të jetë një kandidate për krejun e Partisë Demokratike. Dhe që në detaje, partnerët janë duke punuar që edhe kryeministri jonë, në fakt, duket se nuk i ka hyrë në një spirale ku nuk i ka çështjet shumë mirë me fondet në lidhje me mbrojtjen, kështu që koha do ta tregoj, gjithsesi. Okej, të që unë mbaj një distancim për Gridën, se Gridën e kemi kolege. Nuk e shava. Jo, nuk e shava, as pak, po do të thënë... Për kundrazi. Merë një surpriz, por faktit mënyrë se si e the, që Rama po bën gati kandidaten për kryetarët e Partisë Demokratike. Do të thonë, okej, paktën Grida nëse më dëgjon ose e merr vesh, unë s'kam gisht, ishte më erdhi bom në live në emision. Tani, pyetjet mia provokative janë këto. Kam dëgjuar që po shfaqet ose ka lëshuar sinjale si në ndetse nga Amerika Rudina Hajdari, e cila thotë kam bekimin amerikanëve për të parë kryesimin e Partisë Demokratike. Është bekimi provuar, kjo është dhe i pasukseshëm. Fake, nuk ka rëndësi më fake, apo... Jo, si qarqafi virgjërisë, po i rivalë. Maj me radhë, shqipsi. 100% fake. Është kjo njështë. Nuk mundët që Rudina Hajdari të frymëzoj opinionin publik shqiptar. Nuk ka rëndësi, mos ka marrë në i ferman. Lëvë, s'mund të marrë as një ferman. Oke, Enida? Ta them pak me metaforë.
Jo, mos... Okej, atëherë është totalisht fake. Është një kandidate që s'ka asnjë lloj lidhje, është totalisht e dështuar nga të gjitha anët, nga do që ta marrësh. Për karta e babait të vdekur, karta e babait të vdekur nuk funksionon më sepse koha ka bërë vetë. Bëri partido, unda shumë keq. Jo partido, ishte profesuese. Po sepse erdhi me idenë e një kauze që ajo ishte ambasadori Hakim, po pra sepse u shfrytëzua një hapësirë në një momenti mbi kauzën që ajo mbarte mbi shtëpinë, por nuk e justifikonte dot fare, ngeli opozita poshtë se ku bashas do bëj shkëndë Salemini. Po pra do simbolikë parlamentare. Rudina Hajdari dhe 12 deputet të Kerparatës kanë bërë masakrën më të madhe në demokracinë shqiptare duke bërë ndryshime kushtetuese sipas shefit të oligarkëve shqiptar. Është fake dhe është njeriu më i papranueshëm këtë opozitë. Dakor. Po, jo. Të të lëmë fund se unë di që ke atë fundin me helm. Olon? I thanë kolegët, nuk kam koment për... Ke dëgjuar gjë? Po jo, më rëzhe, tani t'jemi, po flasim për real politik tani, dhe me thënë. Okej. Dhe se ona ti ishe jo? Mendoj që jo, ajo provoj... Se ke dëgjuar fare, si thashe thënë pajun? Po mund të, do më thëmë, mund të gjemë qindra disa thashe themi, kam dëgjuar unë që logika mi refuzonte, ku edhem ku e shikuar të shfaqura? Qindra si këto mund t'i kemi dëgjuar, është një rast e ke dëgjuar, nuk është një shpike ime. Ajo nuk mundet të frymëzon një moment shumë krucial ku po doja ishte shumë e përçarë, ishte një krizë të madhe, ajo pati një pompim parlamentar dhe nuk pati sukses, ajo mund të ndërrojë sërish, nuk e di nëse ajo ndërron se zoti Por jo, nuk ka lidhje unë bëj pyet sepse do ta bëj anfeti me emra konkret, se kam disa emra këtu tani. Mbaro shpejt. Unë nuk e di, jo, jam jo. Edhe nëse e ka shumë suksesshme. Atëherë, keni një keq kuptim në diskutim. Nuk fitet që Rudina Hajdari do të jetë figura kryesore do drejtojë Partinë Demokratike. Ka një të vërtetë në fakt që Rudina Hajdari në muajt e fundit është thirrur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku bashkë me një grup deputetësh brenda Partisë Demokratike, flasim për këtë anashirësët, do të ndërmarrin një, le të themi, një veprim duke ngritur një lloj peticioni me firma për të rrëzuar përfundimisht Berishën nga Froni. Rudina Hajdari nuk pretendon që të bëhet drejtuese e PD-s. Po. Do me thënë, Rudina Hajdari është një individ i cili për shkak dhe të lidhjeve që ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me administrata kyçe, që vendosin deri diku edhe për fatet në Shqipëri, të opozitës, është thirrur atje dhe ka një plan mase e cila do të funksionoj diku nga shtatori. Pra është një... E ke dëgjuar dhe ti këtë, është një gjë? Unë e kam të konfirmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga një grup pune që është atje. Një grup pune. E shikon? Që thoni ju fake, ja. Edhe ata pas kanë... Po që se kokën e Sali Berishës do të presë Rudina Hajdari... Jo, vetëm Rudina Hajdari. Bashkë me tjerë, pra. Nuk mund. Atëherë bashkë me të tjerë. Bashkë me të tjerë. Jo vetëm Rudina, se Rudina në fundit është një... Tani, nuk e dija dëgjoj mirë se edhe mua më rak një mikrofoni nga më rak. Dëgjoj, okej. Pyetja e dytë. Është Joria Tabaku dhe kjo një deputete, një personalitet politik i zgjedhur nga dashamirësit oksidental si një figurë e butë tranzitore për të zëvendësuar doktorin? E sona? Po jo? Është një ndër emra më të mirë të mundshëm që PD-ja aktive ka sot në dispozicion. Sigurisht që fatit që sa më shumë me sulmojnë tregon që realisht ajo është rrezik për një pjesë tjetër që aspirojnë aty. Është e pranuar nga ndërkombëtarët, është e nderuar mes demokratëve, është më e votuar në listën e demokratëve, listën e hapur, ata që pat mundësi ta shihnin votuar. Ka lidhje të mira edhe me aktorë jo politik që ndikojnë politikën, kështu që jo kriminale, nduhet se ti mendon se me ata shokut që ata që nuk të hetojnë shokët e tu. Po, me lobin që e biznesi. Që janë të rëndësishme besojnë për të forcuar dikën në politik, por është nga to figurat që... Ka lobin që e biznesi? Pa tjetër. Ajo ka bërë një nga fushatat më të shtrenjta, por nuk është dhe më kjo arsyeja. Ajo është... Unë mendoj që është një nga të zonja ku mund të investohet dikush. Pra, është një nga njerëzit premtues. Pra është i kandidate, e mundshme. Unë nuk mendoj që njerëzit e fuqishëm në këtë vend, që ne i quajmë oligark ose i vëmë emra të tjerë, investojnë të njerëz që nuk janë premtues. Ajo është një figurë premtuese, ndaj investohet tek ajo. Ne do ta vazhdojmë këtë temë, por mbas një hapësirë të shkurtër publicitare.